Se në dy do shkojmë në veçan atje ku me datën 6 vjeçëshon pritet të nis tashmë festivali tradicional gjithkombëtar i folklorit Ishq e ndezur në Bishk Kelzen. Është një prej festivaleve të shumta të vendit tonë, cilat i dedikohen ndoshta pikërisht këtij lloji të muzikës, po ky është më i veçantë në qenë se besisht i dedikohet edhe dy figurave dervishoaqës, e po ashtu edhe Demush Nezinit. Për të folur sa i përket edicionin e si vjetëm, në gjitha detajet që do e karakterizojnë këtë festival folklore, ftuar në studio kemi Bekim Visha, i cili njëherët është edhe organizatori i festivalit. Mirëmëngjesi, zotri Vishaj. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, ju kemi sot në studio. Faleminderit për mundësinë. Keni anë nga Deçani, fillimisht si kalut me qenë se keni bërë një rrugë bëjë të gjatë që në mëngjes. Po rruga ishte e mirë, pak e ngarkuar me ata që janë të punësuar, po fresket ishtë për mëngjesin edhe këtu e gjeta një ambient të mirë edhe një e mirë, komod. Si është Deçani? Po Deçani është mirë, kryesisht mirë, si e tërë Kosova, na ndihmon natyra, ajri i pastër, gjelbrimi, edhe ne mundohemi të jemi karshi zhvillimeve, karshi e curive në Kosovë, kështu të jemi edhe në pjesë e zhvillimeve të përgjithshme. Jelmin, është edicioni 12 i festivalit, 12 vite festival dedikuar folklorit edhe dy figurave të shquana, po besoj është gjithmonë ndenë dhe knatësi, po ashtu edhe punë edhe për ngushtem sa i përket organizimit të një festivali të tillë. Si po shkon gjithçka deri në datën 6 vjeçëshon? Jeni afër ndoshta fundit të planifikimeve dhe pjesës organizative? Po ne me kohë kemi filluar para përgatitjet dhe përgatitjet për edicionin e radhës, edicionin e 12 të festivalit gjithkombëtar të folklorit Ishq e ndezur në Bishk Kelzen, që është një festival tradicional i folklorit, që e thatë edhe ju kushtohet dy figurave, dervishoaqës dhe shokut të tij, të jetës dhe të këngës Demush Nezirit. Njëkohësisht, me këtë festival neve përkujtojmë të gjithë rapsodet e Deçanit dhe të rrethines. Sepse Deçani është një vatër, është dhe besoj që do t'jetë një vatër e mirë, e zhvillimit, e kultivimit dhe promovimit të traditës folklorike. Po, sa ka vazhdu të njohet kjo rrugë dhe muzika e tillë? Po, e them kështu me pa modesti, krahas zhvillimeve, trendeve të reja, bashkohore, moderne në këtë kohë, e them se është arrit në një mas të caktuar të ruhet tradita folklorike, të ruhet muzika jonë tradicionale, burimore. Edhe pse jo në masën sa ishte dasht, jetë prezente, por mendoj që me aktivizimin, me përkrahjen e institucioneve dhe lokale dhe qendrore, muzika folklorike, burimore, në përgjithësi, të shkëmia kulturore dhe shpirtërore në këtë rast, do të azej vendin e vetë edhe në të ardhmen. Festivali do nisë me datat 15 dhe 6 vjeçëshon, janë 2 ditë sa do zgjasë dhe festivali, edhe po shohim që lokacioni është në qendrën rinore në Deçan duke nisë nga ora 18. Po festivali edhe këtë vit organizohet me datë 15 dhe 16 qershor. Përveç që përkujton figurat e respektuara të folklorit tonë burimor, përveç që lëbën të promovoj kulturën tonë tradicionale, të bashkoj përvojat e të gjitha trevave shqiptare me grupe përfaqësuese kuptohet, neve e kemi edhe një qëllim si organizim si komunë, se komuna e Deçanit organizon pikrisht me 15 dhe 16 qershor, me rastin e ditës së slirimit të Deçanit, 16 qershor të vitit 1999, që është për kujtim, është ndërim për dëshmorët e kombit dhe luftën e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pra janë dy ngjarje që ne i ndërlidhim, dhe historikisht, kronologjikisht shkon kështu, po ne e kemi në rast në fokus folklorin burimor, traditën tonë e burimore, po njëkohësisht të ruajmë respektin për gjithë ata që i dhanë me sublimin Kosovës jetën, pra dëshmorët e kombit, herojtë e kombit i nderojmë gjithëherë. Edhe në këtë rast, me 15 dhe 16 qershor i këndohet traditës, po njëkohësisht i këndohet edhe lavdisë dhe historisë sonë kombëtare. Zotri Vishaj, ka anësi këtë vit?
Sa i përket pjesës organizative, ka ndonjë detaj që do e karakterizoj festivalin? Paraprakisht neve me kryetarin Ramosaj, themelohet bordi organizativ i festivalit, këshilli organizativ i festivalit, emërohet drejtori i bordit që në këtë rast jam unë, që nuk jam më tepër se sa të tjerët, më meritor se sa të tjerët, po kam rastisht të jem udhëheqës i bordit, drejtori i bordit, dhe pastaj krijohen komisionet e punës, që ka shumë komisione, ka shumë njerëz të angazhuar që të gjithë pothuajse e bëjnë punën vullnetare, edhe sistemohemi në ato komisionet organizimi teknik, që është një komision shumë i rëndësishëm për skenën, për kujdeset, për ndriqimin, për binën, për zërimin, për ambientet rrethuese të audiencës, e tutje, që edhe ju e thatë që do të mbahet në qendrën rinore Fetnet e Ramosaj, qendër e re, kuptimin edhe të ndërtimit, edhe të krijimit, edhe të themelimit, që po ka shumë aktivitete që zhvillohen dhe po i ndihmon Deçanit në raste të caktuara edhe më gjerë se Deçani, edhe në Dugaqin po edhe nga Kosova. Kemi organizime edhe kulturore, edhe rinore që po gjallëron, po frymon thjesht kjo qendër me për çka është e dedikuar. Pastaj kemi jo sfidë, po obligim që të parashikojmë të gjitha shpenzimet, të gjitha detajet që mund të jenë ose duhet të jenë prezente gjatë organizimit të festivalit. Njëkohësisht është një punë shumë e rëndësishme ftesa e grupeve. Në fatbardhësisht kemi grupe shumë trojet shqiptare që e kultivojnë traditën tonë folklorike, por është sfidë kënd të thrasim, si ti thrasim, si ti sistemojmë, po edhe si ti vlerësojmë se kush duhet vinë këtë radhë në këtë vit në Deçan. Mund vjen keq për ata që nuk kanë pas mundësi të kenë një ftesë nga organizatori, sepse çdo gjë ka dhe kohën e vet edhe limitin e vet, por jam shumë i kënaqur me ata që i kemi ftuar, sepse kanë pas kontakte direkt me përfaqësuesit, me udhëheqësit e grupeve, ansambleve, rapsod të njohur, grupe të njohura, SHK të njohura, të cilët kanë qenë shumë të gatshëm të vinë në Deçan edhe këtë vit. Po këta rapsod, cilat vinë nga treva të ndryshme, i sjellin këngë të përpunuara nga dy figunat apo thjesht janë ndoshta pjesë të ndryshme, cilat nuk kanë të bëjnë vetëm me dy figunat e shuana. Festivali organizohet nga komuna e Deçanit, përkrahin edhe donator, jo shumë, në këtë rasti kemi 3 donator, Goga AG, Liken dhe e kemi Afrimi AG. Kemi kërkesë në Ministrinë e Kulturës që presim përgjigjen, sipas thirrjes që e kanë pas, po njëkohësisht e thash ka pjesëmarrje gjithë shqiptare. Kemi një grup nga Maqedonia, grup nga Presheva, grupe nga Malizi, grupe nga Shqipëria, kemi grupe pothuajse nga të gjitha qytetet e Kosovës dhe domosdo ata bin shumë vlera në këtë festival. Nuk u caktohet, nuk u preferohet bin ndonjë këngë për hir të organizatorit ose të organizimit, ata janë të lirë, po kryesisht ju preferojmë dhe i sugjerojmë që të kenë vlerat e veta autoktone. Të mësoj Mali i Zi në këtë rast, Malësia e Malit të Zi të mësoj nga labet e jugut të Shqipërisë ose nga Vlora, po njëkohësisht Shkupi t'i jap diçka Prizrenit ose t'i jap diçka Rrugove së Hasit, e njëkohësisht e kemi Rrugove në Pejes, që është një ansambël i mrekullueshëm që do t'jetë musafir special në këtë edicion, e pse mos ta përmend edhe AKV Deçani, që është një ansambël i ri, po që po bën name në për festivale dhe në për ngjarje të ndryshme kulturore. Do të thonë, kemi një gërshetim të kulturës shqiptare, një unifikim të artit, në këtë rast edhe përvojat po shkembehen, edhe po njihen artistat, edhe trevat, edhe pse jo edhe ne organizatorët. Unë mram nuk do t'i bëj promovim festivalit në Klin për herojën e komit Muj Grasniqi, po isha aty dhe mora një përvojë të mirë që dy net isha me organizatorin edhe marrë një përvojë të mirë në detaje të ndryshme që une nuk do i bëj më mirë se ata, po do mundon t'i bëj ashtu si duhet. Po, sot Rifishaj duket që për 2 ditë të Deçanit do jetë i gjallënuar, jo vetëm ndoshta edhe për nga numri i vizitorëve, cilët do vinë edhe si pjesëmarrës në festival, mirë po sa i përket edhe aktiviteteve shumëta që përfshin këto 2 ditë.
Gjatë festivalit, gjatë këtyre 2 ditëve fest në Dëçan, zakonisht kemi pas shumë aktivitete. Sepse festivali ka një gamë të aktiviteteve të veta. Kemi pas dhe kemi ekspozit me fotografi, që është një ekspozit, mendoj, shumë e veçantë, festivali përmes fotos 2004-2024, që kuptohet 2025 jemi, po edicioni i fundit ishte 2024. Janë dikun mbi 700 fotografi të krejt grupeve pjesëmarrëse që ekspozohen në një ambient të hapur. Po edhe vitin e kaluar kem pas edhe tryezë shkencore, që unë i falenderoj ata kolegët, ata studiusit të folklorit dhe të trashëgimisë kulturore dhe të historisë që kanë marrë pjesë dhe kanë dhënë kontribut të rëndësishëm. Po ky festivali ynë unë shpesh herë në për intervistat të ndryshme e quaj institucion kulturor. Nuk i them me organizim kulturor, jo vetëm tradicional, por i them institucion, sepse kur i them institucion jam plot edhe kompetent, po dhe i përgjithshëm çfarë flas, sepse ky festival e ka historinë e vet. 2004, 2025, 12 edicione. E ka arkivin e vet. Ka plot foto, ka plot xhirime, ka plot aktivitete, po njëkohësisht e ka edhe librin e vet, që është monografi për festivalin e shkendezur mbi shkelzen historik i mrekullueshëm që e kem përgatitur bashkë atje. Po njëkohësisht e ka dhe bordin udhëheqës dhe selin e vet si organizim kulturor që me plot kompetencë, jo të drejtë ndoshta, po me plot kompetencë i them që është një institucion i rëndësishëm i kulturës për Dëçanin, po njëkohësisht edhe me gjerë se Dëçani. Po. Nëse shohim nga e kaluana këto këngë episodike, ka qenë traditë të këndohen në Oda dhe në Kulla, e që kun jemi tek rrafshi Dugaxhinit e sidomos tek pjesa e Dëçanit dhe fshatrave bënet, dihet që akoma sot kësaj dite fatmirësisht ka kulla të ndryshme. Edhe paka shumë është vazhduar ajo tradita e këndimit të këngëve të tilla në Oda. Ka ndonjë pjesë të tillë që është përfshirë në festival apo thjesht ka qenë edicione të kaluara? Kështu ne mundohemi të gërshëtojmë, të modifikojmë njëkohësisht, por edhe të ruajmë me fanatizëm. Por në këtë rast, gjithë ajo pjesëmarrje e them për 2 net 29 grupe. 29 grupe artistike përfshirë rapsod, grupe rapsodësh, SHKO dhe ansamble janë prezent në Dëçan. Ambienti tradicional, Oda e Burra ose Kulla e Gurit, Kulla e Dugaxhinit, nuk është të përshtatshme në këtë rast të emitohet ose të shfrytëzohet në këtë rast në Kullë, në vendin e vet, po ne mundohemi që në skenën e improvizuar me një dizajn të mrekullueshëm, që kem një dizajner të shkëlqyeshëm sepse çdo herë meritat po i marrim na që dalim mball, e flasim edhe para televizionit tuaj të respektuar, po njëkohësisht kanë shumë merita ata të cilët janë prapaskene edhe sot këtu me neve, po edhe në gjatë festivalit tonë, edhe në ngjarjeve tjera kulturore, edhe dizajneri, edhe gazetarët, edhe ata skenaristët, edhe regjisorët, të gjithë kanë edhe meritën e vetë. E do të thotë mundohemi ta improvizojmë një skemë me rite tradicionale, me kulturë tradicionale, gjithëherë të ruajt edhe promovimin e bukurive natyrore të Dëçanit. Sepse Dëçani është një vend atraktiv për turizmin. Bjeshtë e larta së bashku me Peje, një Stogun, me Junikun e një pjesë të Gjakovës, do me thonë jemi një rajon që kemi potenciale të mëdha turistike, s'du me hi atje në profesionin e ekspertit turizmit, por kam obligim se po mundohemi të shfrytëzojmë përveç aseteve kulturore, mundësive organizative, edhe në tradit, por në këtë rast të ruajmë ose të shfrytëzojmë edhe turizmin, sepse grupet që vinë nga viset të ndryshme shqiptare, ata po kënaqen me bukuritë e Dëçanit. Sepse gjatë sa qëndrojnë në Dëçan, gjatë asaj kohe ata vizitojnë edhe Glogjanin, kompleksin memorial të dëshmorëve, edhe e Kullën muzeet e Jusuf Gërvallës, edhe fshatin Nisniq, e vizitojnë edhe fshatin Dranac, që është lagja e Mazrekaj, po edhe muzeun etnologjik në Dëçan Kullën e Mushkulleve.
Po, ka mundësi të shumë, ta kështu i bje. I bje të jetë në ditën e dielë dhe të hënë, me sa më duket. Po ashtu e kemi. Edhe pak vikend edhe fillim jave. Besoj që kanë kohë njerëz të informuar në këtë rast dhe me televizionin tuaj, të gjithëve ju them të vinë në Deçane, jo vetëm Deçanasit, e Dugazhinasit, po. Të krejtë Kosovë, sepse ka artista, thash, kemi nga Ferizoj, kemi nga Vitia, nga Shtimja, nga Prizreni, kemi artista nga Mitrovica, e Podujeva, e Prishtina, nga Drenosi, e Klina, e Istogu, e Rugova, që thash e Pejes, e Gjakova, e shumë grupe tjera, të vinë të shohin ata cilët performojnë dhe me fanatizëm, me dashni e ruajnë traditën tonë. Zot Rivishaj, faleminderit shumë që keni marrë sot nga Deçani dhe që i ndahet me ne dhe shikuesit gjitha këto detaje. Po shpresojmë që sa i përket pjesës organizative gjithçka do përmbyllet ashtu siç e keni menduar dhe planifiku, edhe pse jo, ndoshta do na sjellni edhe pami ose do lidhemi pse jo edhe ditën e hënë me ndonjë pjesë nga Deçani. Është kënaqësi. Unë ju falenderoj për ftesën, për mundësinë. I falenderoj të gjithë ata që janë ende në punë dhe që po bëhemi gati për edicionin e 12. I falenderoj të gjithë ata që kanë konfirmu pjesëmarrjen. Nikosisht kërkoj falje për ata të cilët s'ke mund t'i thrasim këtë edicion. Edicionet tjera do shohim mundësit, po i falenderoj edhe televizionin tuaj, edhe televizionet tjera të cilët po na ndihmojnë në promovimin e kësaj ngjarje, sepse kultura ishte dikur, është dhe duhet të jetë prezente. Me atë identifikohemi ne si shqiptarë. Edhe në unë, në këtë rast, me ekipën tonë, nuk them me ekipën time, edhe me komunën e Deçanit, dhe me kryetarin Bashkim Ramosaj, dhe bordin e festivalit, dhe artistat në skenë mundohemi të ruajmë këtë identitet tonin që është shumë i lakmueshëm nga të tjerat. Faleminderit shumë për kohën. Juftoj edhe juve të jeni prezent atje. Faleminderit.